pyetja direkt për këtë do t'ishte. Si do bëhet me këta fermerë që do ta punojnë tokën? Do ta diskojnë, do ta mbjellin. Të gjithë punimet do t'i bëjnë me çmimet larta të karburantit, apo jo? Kështu i tha, do ta hiqë edhe aksizën se i vjedhin. E hoqe. E hoqe, pra i kalon pa mbrojtje, ai në vend që ti mbështeste me skema, ai hoqe dha atë që i jepte, ndoshta edhe në mënyrë pa drejt në një shpërdorim që mund të kishte. Por shpërdorimin ai ta shikojnë administrata e vet, se ai ja jep. Nëse e merr një qytetar, atij nevojitet dhe ai mbi bazën e letrave që bën e merr atë që i takon. Nëse si takon edhe ja ka dhënë me pa drejt në një punonjës si administratë të merret me të, jo me fshatarin. Po mos di jetë njëme për thatin. Po ka të keq edhe këtë, sepse fshatari nëse s'do ta punoj dot për shkak të rritjes çmimeve, ai do ta lërë djera atë tokën. Dhe edhe si kur të kujtohet në një periudhë të më vonshme, Edi Rama dhe të thotë, në të themi në maj, që do t'ja u jap atë karburantin. Po to ka edhe gruri, edhe misri. Nuk mbidhen në qershor gruri, atë e korret. Mbidhet në maj, duhet ta di, ai e di vetëm këtë që bukën thotë e marr në furun, atje në dyqanin e bukës. Nuk e di ajo si del buka. Po kështu si dalin perimet, si dalin frutat. Çdo gjë është e shtrentuar si rezultat i masave agresive që ka kryeministri, ka një alergji ndaj fshatarëve në këto, dhe merr këto pikrisht bën veprime të tilla që mua më duket sikur nuk është normal këto kohët e fundit, edhe kështu, unë nuk e njoh nga afër, po këto që shikoj veprime të çakorduara atij, të pamenduara në ide edhe në veprime. Ai shpesh herë thotë që neve do ta bëjmë. Po çfarë pret? Ti në mendje ke akoma, ku do ta bësh më? Koha u mbet kot në 4 mënyra, duke mos bërë asgjë si ky. Duke mos e bërë në kohën e duhur, duke mos e bërë ashtu siç duhet, edhe duke mos e bërë ashtu siç duhet. Këto të gjitha ndikojnë në atë që quhet sikur s'ke bërë asgjë. Pra të 4 format dhe mënyrat se si u mbet koha kot përfshihen te ky personazh. Po ai e ka lënë që deri në 2030-ën është kjo rritja që do bëhet çdo vit, do 2 fishohet, do 3 fishohet, do 4 fishohet. Jo, ajo s'mund të bëhet fare tash. Do shikoni që do ketë çuditëra në Shqipëri. Dhe për fat të keq, unë po them, lum kushtërohet ta shoh zonjë, thoshte një nga ata të parë tam, njerëz të ndritur të shkencës edhe kështu, sepse nuk duket asnjë diell në horizont. Ka vetëm errësirë, bubullima dhe çakordime të njeriu të papërgjegjshëm, po them këtu. Nuk e di se si qytetarët që i kanë rolin e atyre që i japin këshilla, këshilltarët, që heshtin dhe nuk e kundërshtojnë, sepse ai vetëm kryeministës është. Ai është një njeri që merr rrogën e kryeministit, po nuk është kryeministi, nuk drejton vendin, e ka lënë timonin që kërkovi vetë ka, apo jo. Edhe i ka shkar ajo timoni dhe ka ikur në drejtim të paditur. Ai nuk e di as vetë ku është. Si thua, ka hyrë në një krizë me të gjithë skandalet që ka rreth rrotut të gjitha niveleve për të mbrojtur veten e tij, kam parasysh. Në dinin time, ai ka larguar edhe familjen nga Shqipëria bashkë me atë. Pse? Pikrisht me këto budalleqe që bën do t'i vijë radha dhe atij t'i jap llogari. Sigurisht. Ai me dëshirë nuk do, se ka filluar edhe me këto ndryshimin e ligjeve për të patur një mbrojtje në pozicionin e punës tij, që mos merret njeri me të, po sigurisht çdo diktator në botë ka patur fundin e tij më të keq. Edhe ky do të ketë një fund shumë të keq, kur do ta ketë kjo varet nga shoqëria shqiptare, se sa do të jetë kundër këtij, për të mos e lërë të vazhdojë mes, sepse nëse do të vazhdojë akoma, pensionistët sot
janë 730.000, do vinë të rinj, do ikin të vjetet, se bëhet seleksionimi natyral, por duke ikur edhe rinia këtu, që është akoma në largim e sipër, këtu do mbetet, ky po e pregatit, është antikombëtar, po e pregatit Shqipërinë të boshatisit për të futur këtu njerëz që ka rënë në ujdi nga kombet e ndryshme, të cilët po blenë. Shtëpitë janë gati ata për të ashtu, për t'i blerë ato dhe për të krijuar një shtet të ri pa shqiptar, ose tjetë në mënyrë simbolike kur të na vi koha neve si shqiptar, të dëgjojmë në një njeri që flet gjuhën shqipe, do të jetë katastrofike kjo për këtë vend. Zoti Hoxha, për ta mbyllur, ju nuk shihni shpresë dhe lajme të mira. Jo, unë them vetëm kaq. Ai në mënyrë natyrale të lajmëroj një takim që do ta bëjë në një vend dhe të marrin pjesë kush të dojë atje. Të marrin pjesë ata që marrin nga 100 euro, që ne të marrin ata nga pjesë në takime kështu njerëz me met duke vënë shiritin në gojë që të mos flasin, që marrin pension nga 600-700, bile kishte atje në atë takimin që bëri Edi Rama me 1.300.000 që marrin, merr pjesë, pra ish drejtorët e përgjithshëm, ish kryetarët e degave ushtarake, këta që kanë bërë krimen, ashtu ju jep edhe pensionet, për t'i patur si pararoj në veprimet e tij kriminale. Normalisht ata nuk do ngrihen, thonë që po le ta bëj takimin A, por të vjen ata që kanë nga 100 euro, më të flasin, ata që marrin 150. Të vjen, të bëj takime, jo në divjak me strukturat e PS-saj, po të marrë me vërtet me qytetarë, të shikoj interesat, jo partit, të shikoj si një socialist, si një demokrat, tjetë e lirë dhe të flasë kush dojtë, do shikosh që do ketë çuditëra, dhe s'do ta përballoj atë takimin, ai prandaj mban kështu, edhe flet vetëm vetë, ai bën monolog. Nuk bën diskutim ose të lërë mendimin, të bëj debatat me njerëz të tjerë që kanë mendime ndryshe. Dhe kjo është fatkeqësi pasaj sepse nuk ka as rezultat kjo. Po ndoshta zoti Hoxha mund të rishikohen edhe ato. Nuk jam kundër atyre që marrin shumë, po të shikohen se si kanë marrë ndoshta sepse janë ekstremet. Sikur thatë ju, pensione 2 milion, deputet apo ish kryetar, pensioni 1 milion e ca, kurse ca i kanë 100. Paktën bëra minimal tyre. Jo, këshillo si është puna. Këtu ne nuk do të jemi, si thua, ziliqar, po them në tonjzat, të atyre që marrin pensione të larta. Por nuk mund të bësh takim si pensionisti për pensionet të flasësh, kur do t'ja bësh 400, thot ky do t'ja u bëj unë. Kur këta e kanë nga 600, nga 700 dhe më shumë. Qa do në bëjt? Pse ke thirur këta? Qa do të gjojnë këta? Të njëjtën gjë edhe për ato sigurimet për të vënë ata $1. Edhe ju takon brezave të arshëm, nuk ju takon këtyre që ka thirur aty, se ata e kanë një pension, nuk paguajnë me ata. Ata janë në pension. Pra, nuk, mua më duket më tepër që ai se një realitetin, ose më keq atëre, kur e një realitetin dhe merr këtë pozitë për të bërë këtë aktrim, që futet në gjëra kriminale pëse, sepse ai me dashje mban në skllavëri qytetarë që kanë kontribuar dikur dhe sot i mban, ju tregon më bukur kështu edhe se u jep. Ja tregon me doja ku është edhe se u jep. Është kriminale kjo apo? Realiteti është i hidhur, zoti Hoxha, edhe ajo që ju e pasqyruat me drejt, po më mirë një vërtet troç sot se sa nesër që të përballen me atë që ju sapo thatë me lart që mund gjelin pa gjë. Ky është problemi. Shoqëria shqiptare intelektuale janë ndryer aq shumë sa duke ditur edhe pasojat nëse do të flasin troç kanë zgjedhur rrugën e heshtjes, është gabim për mendimin tim, sepse sot ai është në punë, nesër do jetë në të njëjtat pozita që ka shoqëria shqiptare, ose mund të jetë vetë i trajtuar mirë, po themi, në administratën shtetërore, por le të sytë edhe nga të afërmit e tij. Ka në vëllezër, motra, një prambesa, komshiun, nuk e di si do ta ndjente veten ai kur
komshiut, po themi, do t'i zgjatë dorën t'i trokiste dhe të kërkonte diçka për t'i dhënë, si do ta ndjente veten. Për mendimin tim, do t'ishte një gjë që nuk shkon. Edhe ai që është i pasur nuk mund ta gëzojë atë pasuri kur shikon rreth e rrotull njerëz të varfër, njerëz që ka ushqen me lëmosh, njerëz që kanë pensionet e ulta, njerëz të tjerë që punojnë në bujqësi dhe për shkak të konkurimit të pandershëm me produktet e tjera dhe pa mundësi për të mbrojtur nga shteti, falimentojnë, pra nuk marrin akun e vet. Të gjitha këto janë në një rreth me një zinxhir të lidhur njëra pas tjetrës, kur po të kputet një hallkë, kputet të gjitha njëra pas tjetrës, nuk mundet të zhvillohet një ekonomi, vetëm me industrinë e ndërtimeve që s'dihet nga vinë. Ato vetëm Edi Rama i di me siguri, për këtë jam i bindur. Ku gjenden parati që bëjnë ndërtime. S'jemi kundër ndërtuesve, po jemi për ata që futin me vagona, me mjete, si që kap ai, të themi ajo vetura me para, Toyota Yaris. Apo ja, kush e kishte atë? Kush mund t'i lërë parat ashtu sallë? Po sigurisht këta që kanë mbrojtjen e politika, ata e dinë dhe si zënjeri me dorë se i mbrojnë vetë. Për të ardhur keq është kjo, ishte një temë faktikisht që ka shumë për të folur, po sidoqoftë unë jam për parimin që çdo gjë negative duhet të thënë që të rregullohet. Nëse se thua, ata vazhdojnë të thellohen, të shfaqen gjëra të tjera që nuk ja merr mendje njeriu se si mund të bëjë ekonomia shqiptare. Zoti Hoxha, falenderoj dhe për faktin jo vetëm për bisedën, po që jeni i zë i fortë edhe i drejt për drejt në mbrojtje të kësaj shtrese që sikur e thatë ju gati 700.000, por është në këtë gjendje. Të falenderoj shumë. Asgjë.